Deputeti i PD Sejno Bozdo përmes rrjeteve sociale ka denoncuar atë që e konsideron si rrjeti nepotik dhe familjar në bashkinë e Poliçanit të drejtuar nga Adriatik Zotkaj. Bozdo shpreh se Adriatik Zotkaj e ka kthyer bashkinë në një çerdhe punësimi familjar, ku punsohen me shumicë patronazhistët që as nuk paraqiten në vendin e punës, familjarët dhe krushqit e tij. Këto të dhëna janë mbledhur dhe janë pjesë e dosjes së SPAK. Adriatik Zotkaj është figura tipike përfaqësuese e rilindjes në pushtetin vendor, me një bashki super të fryrë nga patronazhistët, me favore që u rezervohen vetëm antarëve dhe militantëve të Partisë Socialiste, me mega korrupsion me tenderat e bashkisë, me pasuri familjare jashtë çdo logjike dhe të pajustifikuara. Është një person dosja e plotë të cilit po përgatitet dhe shpejt do t'i dorëzohet SPAK. Në bashkinë Poliçan, vetëm 25% e fondeve të bashkisë shkojnë për investime në një zonë që ka nevojë ulëritse për rrugë, kanalizime dhe shërbime të çdo lloji. Adriatik Zotkaj e ka kthyer bashkinë në një çerdhe punësimi familjar, ku punsohen me shumicë patronazhistët që as nuk paraqiten në vendin e punës, familjarët dhe krushqit e tij. Këto të dhëna janë mbledhur dhe janë pjesë e dosjes së SPAK, shpreh Bozdo. Sipas tij, 13 familjarë dhe të afërm të drejt për drejt të Zotkajt janë punësuar në struktura kyçe të bashkisë. Disa prej tyre mbajnë poste drejtuesish, ndërsa të tjerët shërbejnë si ushtri besnike në çdo zyre sektor. Në krye të listës që turpëron çdo standard administrativ qëndron Maliq Zotkaj, djali i kryetarit, shef sektori, Benarda Kondi, bashkjetuese, përgjegjëse sektori, Lindita Kondi, Vjerra, sekretare e Këshillit Bashkiak, Marsilda Kondi, Kunata, ekonomiste, Artur Zotkaj, vëllai i kryetarit, i njohur për publikun për arrestimin e tij për trafik droge, sot zjarfikës në bashki, Eriola Zotkaj, bashkëshortja, përgjegjëse sektori, Algerta Nurellari, motra e bashkëshortes së Arturit, punonjëse, Abedin Nurellari, burri i Algertës, punonjës në ujësiellës kanalizime, Antigone Kondi, motra e Adriatikut, krye infermiere, Fatos Kondi, bashkëshorti i Antigonës, punonësi i zjarfikës, Sara Satkaj dhe Aina Satkaj, Besa dhe Kunata e Mbesës, punonjëse në bashki, Skënder Laze, vëllai i Lindita Kondit, krushka e kryebashkiakut, mbyll listën e punësimeve familjare, shkruan Bozdo.